mbrëmjen e 8 dhjetorit kanë qenë 2 net shumë të ftohta dhe sigurisht që jemi në palcën e dimrit praktikisht. Nuk është e lehtë, po është domosdoshmëri. Unë dua të falenderoj për pjesëmarrjen sepse vazhdimësia e përditshme në këtë kauzë është shumë e rëndësishme. Ne jemi sot këtu për të vazhduar rezistencën dhe angazhimin për një bashkim përballë autokracisë së Edi Ramës. Mbrëm pasi keni ikur ju nga ky shesh, ne kemi vendosur 2 çadra të vogla që të shtriheshin vajzat që janë bashkuar protestës. Të lutem. Dhe kanë ardhur mbi 100 policë të policisë shtetit për të hequr 2 çadra të vogla kampingu. Pse mund të ndodhë kjo në një vend demokratik? Po Shqipëria nuk është një vend demokratik. E shqetësoi Godinën, kryeministrin, Gardën, vendosja e 2 çadrave që motra, vajza të këtij vendi të shtriheshin për të kaluar natën, për të protestuar në mënyrën e tyre se ashtu e besojnë, dhe nuk e shqetësojnë të fortët që vrasin njerëz në mes të rinasit. Nuk e shqetësojnë ata që bredhin me armë në brez dhe vrasin shqiptar ditë për ditë në mes të qyteteve. Nuk e shqetëson fakti që vriten fëmijët nga 14-15 vjeç. Nuk e shqetëson fakti që Shkodra, djepi i kulturës, është kthyer në qytet të krimit. Nuk e shqetëson fakti që krimi organizuar ka vendosur posto bloqe për në Durrës dhe policia nuk shkon dot të hy. Nuk e shqetëson fakti që Elbasani është kthyer në fortesë të krimit organizuar. Nuk e shqetëson fakti që qytetet të tjera të vendit janë zbrazur totalisht nga rinia, e cila po ikën nga sytë këmbët nga ky vend. Shqetësohen këta se disa trinj ka vendosur të rezistojnë në mënyrë demokratike, por nuk shqetësohen që bandat kanë marrë peng Republikën e Shqipërisë. Dhe mandej, sot, me përfaqësues të policisë së shtetit, për të cilët ju e dini që unë kam respekt veçantë, kam një ndjesi të veçantë për policinë e shtetit, se jam rritur me uniformën e policisë së shtetit. Por fatkeqësisht, brenda asaj strukture që duhet të ketë mbështetjen dhe respektin ton, janë infiltruar zgjatimet krimit organizuar, të cilët nuk kanë interes që ky vend të ndryshojë, sepse duan të mbajnë monopolin e drogës, monopolin e tenderave, monopolin e zaptimit të jetës qytetarëve. Për këtë arsye, sot